Duket sikur lufta midis Shtetet Bashkuara dhe Izraelit me Iranin ka hyrë në një impas, por neve shohim vetëm atë çka mund të na afrojë media perëndimore. Është mjegulla e luftës, por ndërkohë nuk e dim se çfarë thot bota muslimane. Kemi bisedime, në fakt bombardimet ka 1 muaj që janë stopuar, amerikanët thonë që janë në bisedime në Pakistan me iranianët, Izraeli është tërhequr, s'ka si të ndodhë ndryshe, dhe po bën ato luftrat e vogla rajonale me Libanin dhe Hamasin në Gaza. Ndërkohë, si është situata në Iran? Çfarë qëndrimi kanë iranianët? Çfarë qëndrimi ka jo bota islame ndaj luftës, së cilët luftën e perceptojnë ndryshe nga neve, e perceptojnë si martirizim, si të jesh dëshmor për fen, për adheun, të dyja bashkë. Për diskutuar edhe kësaj, unë kam një personazh i cili gjithmonë nga juve konsiderohet kontrovers, por ka një pikë vështrimi tjetër, sepse e shef nga bota e islamit. Kam këtu zotin Olsi Azagji. Olsi, mirëmbrëma. Zë, Enea? Më dëgjon? Se kisha mbyllur mirë. Okej, në rregull. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Mirëmbrëma, Olsi. Mirëmbrëma, faleminderit për këtë. Atëherë, si është situata me bombardimet? Ka një lloj, Trumpi thotë që do t'ju kthejnë epokën e gurit, pastaj bisedimet janë shumë mirë. Ndërkohë, duket sikur Irani e ka marrë me qetësi. Dëgjoj, lufta që ndodhi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, që ndodhi nga data filloi 28 shkurt dhe vazhdoi deri afër fundit të marsit, që ishte një luftë 40 ditore, është një nga luftrat e para në historinë moderne të perandorisë amerikane, që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, ku amerikanët nuk po arrin fitore. Se domethënë çfarë kemi parë ne që me rënien e Bashkimit Sovjetik, i cili ishte mbrojtësi i popujve të vegjël dhe i në veçanti i muslimanëve, amerikanët kanë bërë një seri luftrash të suksesshme, duke filluar me Somalin, me Sudanin, me Irakun, me Afganistanin, me Yemenin, me Sirin, aty ku shkelte Amerika nuk mbinte më bari dhe rrozoheshin regjimet arabe. Kurse lufta që ndodhi nga data 28 shkurt deri, nëse jam gabim, deri nga data 8 prill, nëse nuk jam gabim, është lufta e parë ku amerikanët po janë në një gjendje remie, nëse do përdorin termin që përdorin kur luajmë shah, që asnjë fal nuk ka fituar. Ishin amerikanët dhe izraelitët ata që kërkuan armëpushim pas 40 ditësh luftë me iranianët, dhe edhe pse iranianët në shkëmbim të armëpushimit kërkuan nga amerikanët që t'i jepej fund një herë mirë luftës, që t'i jepej fund luftës kundër Libanit, që Irani të kompensojë për dëmet e luftës e tjerë, amerikanët nuk e kanë bërë një gjë të tillë, dhe nga që amerikanët nuk kanë bërë një gjë të tillë, iranianët kanë bllokuar kanalin e Hormuzit dhe amerikanët janë përgjigjur bllokimit të kanalit të Hormuzit me bllokimin e anijeve tregtare iraniane që vinë nëpërmjet detit të Omanit dhe futen në gjirin persik. Pra, iranianët bllokojnë detin, amerikanët bllokojnë detin. Por çfarë është me rëndësi është që sot, që është data e 61 e luftës, është që nuk po kemi bombardime të drejtë për drejta ndërmjet dy palëve, përveç atyre që bën Izraeli në Liban. Por në anën tjetër, iranianët çfarë kanë bërë, sikur deklaroi edhe dje sekretari i Shtetit Amerikan Marco Rubio, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, ata përdorin armën nukleare ekonomike. Se duhet kuptojmë diçka, që perandoria amerikane është e madhe, është e fuqishme, por fuqia e Amerikës ngjelet në fuqinë e petrodollarit, që nga viti 1974, në kohën e mbretit Feh në Arabinë Saudite dhe presidentit amerikan Richard Nixon,
Amerikanët I imponuan Arabi Saudite që kur ata ta shesin naftën, ta shesin me dollar amerikan. Dhe çfarë ka bërë kjo gjë? Kjo ka bërë Amerikanët, ata magjistarët, të cilët, ashtu sikur thoshte edhe Mao Zedongi, por edhe Enver Hoxha, që perandoria amerikane është një tigër prej letre, Amerikanët nëpërmjet shtypjes së asaj copës së letrës, që quhet dollar, I imponojnë gjithë botës blerjen e naftës. Për shikuesit tanë, më lëni të përmend atë që ndodhi në Sri Lanka përpara 2 vitesh, nëse nuk jam gabim, kur Amerikanët nuk e donin qeverinë e Sri Lankës, I pren asaj furnizimin me dollar, dhe duke qenë që Sri Lanka nuk ishte më dollar amerikan, nuk blente dot naftë dhe ra qeveria. Dhe sot gjithë vendet e botës, duke filluar që nga Shqipëria deri te Sri Lanka, në mënyrë që të blejnë naftë, fillimisht duhet shkojnë te Fondi Federal I SBA-s, I blejnë Amerikës copa letra që quhen dollar, dhe një vend sikur Sri Lanka, po e them nëse do blejnë $100 nga amerikanët, do t'i japi amerikanëve çfarë prodhon Sri Lanka, çajin e Ceylonit. Dhe me këtë $100, Sri Lanka do shkojnë në Arabinë Saudite që do blejnë një fuqi naftë, por edhe në momentin që Sri Lanka do blej një fuqi naftë nga Saudi Aramco, këto para nuk do të depozitohen në bankat e Arabisë Saudite, po do depozitohen në Federal Reserve-in amerikan, dhe amerikanët shumicën e këtyre dollarëve nuk ja kthejnë mbrapa vendeve naftë prodhuese sikur janë Arabia Saudite, po I kthejnë vetëm 1%, ndërsa pjesa tjetër e këtyre dollarëve investohen në ekonominë amerikane. Dhe kjo ekonomia e petrodollarit, që e ka bërë Amerikën pronarin e naftës së botës, ku çdo kush që jeton në të gjitha vendet e botës përveç Kinës, Rusisë edhe Iranit, kur ne hypim në makinë, në fakt kuptuar edhe vetë ne, jemi duke I dhënë para Amerikës. Por çfarë ka bërë Irani? Por çfarë bëri Irani prej nisjes së luftës së 28 qershorit, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, Irani ka bllokuar një pjesë shumë të madhe të kësaj naftës arabe, nëpërmjet fitjes së cilës jo vetëm që këto vendet kukulla të gjirit, sikur Enver Hoxha I quante në librin e tij Shënime për lindjen e mesme, pasuroheshin, por Irani ka bllokuar edhe bankave amerikane një para shumë të madhe që I vjen nga shitja e naftës botërore. Dhe çfarë ka krijuar kjo në këtë momente, përveç se është krijuar kjo kriza globale, ku po kemi paksim të naftës dhe të gazit, dhe vende që nga India, Bangladeshi, Tajlanda, Filipinet janë në gjendje emergjente, por kjo I ka ndërprer sistemit bankar amerikan atë likuiditetin e parasë naftës, I cili pasi merrej nga gjiri persi investohej në ekonominë amerikane. Pra, në këtë momente, edhe pse jemi në gjendje armpushimi ndërmjet Iranit dhe SBA-s, jemi në një gjendje lufte ekonomike. Iranianët nuk lejojnë Shiko, mos kemi një lloj edhe trembje të Amerikës kur pa që nuk I mbronte dot aleatët e gjirit? Kemi trembje të Amerikës e para, e dyta kemi dëmtim masiv amerikan, nga që duhet kuptojmë që gjatë kësaj lufte 40 ditore iranianët shkatruan baza amerikane, vran amerikan, shkatruan avion, shkatruan radar, por shkatruan edhe investimet masive që kompanitë amerikane kanë bërë në vendet e gjirit, që nga Kuwaiti deri në Arabinë Saudite. Sepse flitet për shumë telefonata të këtyre vendeve të gjirit që I kanë bërë amerikanëve, ona mbroni o gjeni një zgjidhje, domethënë, të marrë fund kjo punë. Dhe jo vetëm kjo, po përpara një jave Wall Street Journal raportoi që Emiratet e Bashkuara Arabe I kanë kërkuar amerikanëve linjë krediti, I kanë kërkuar dollar, nga që ekonomia e Emirateve tani më është pa dollar. Dhe në